Hello. Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se erdhët sërish në kanalin tim në një video të re. Jam bërë gati, do t'ju le të shikoni fillimisht që kam filmuar në mëngjes se nuk e mbaj mend, thjesht dija që nuk kam bërë hyrjen. Edhe tani jam bërë gati për të shkuar për 8 marsin, me që është sot, dhe ju uroj gëzuar të gjithave, kurdo që ta shikoni këtë video. Duhet ta urojmë njëra tjetrën jo vetëm për 8 mars, për çdo ditë. Edhe shpresoj që të keni zemrën plot edhe shëndet mbi të gjitha, të tjerat të rregullohen edhe vinë me kohën. Tani unë jam veshur dhe të shkoj tek Alketa. Ju kam marrë me vete në inaugurimin e sallonit që ka hapur, kështu që sot po na mbledh me disa gra shqiptare edhe thjesht për qejf, për pije, për të ngrënë një gjë aty, për të kaluar mirë. Alketa është një grua me zemër shumë të madhe dhe ka një energji shumë pozitive që e adhuroj. Edhe po shkoj me shumë qejf atje, se unë nuk para mblidhem kështu, domethënë. Por që po, edhe nga parti i mëngjesit me Alinën, erdha në shtëpi, pushova pak, bëra gati ato lulet që ju do i shikoni, sepse nuk kam patur kohë të merrem me diçka tjetër. Edhe jam veshur. Flokët nuk është ju bërë ndonjë gjë, thjesht i kapa në gjysëm. Rifreskova make-upin. Edhe kam veshur këtë jumpsuitin, që jumpsuit si quhen këto në shqip, nuk e di. Nuk kam si t'ju tregoj tani, edhe nuk kam bërë asnjë foto sepse nuk dua të shkoj vonë, po presim Relin me Rionin të kthehen. Duk si ulë gjëvaderën nga kinemaja, që të rinë me Alinën edhe unë të dalë. Po pres që të mbyllet era, se do duket sikur është në një fantazm. Arrita të bëja një foto që do t'ja lej këtu, kur të editoj, o zot nuk e di kur do editoj. Kam marrë dhe ato rrobat që kam për bashkëpunim, rroba banjo që janë fantastike, por shpresoj të mundem t'ja tregoj. Nuk e di se kur, por që duhet ta bëja të videon. Nëse të bëj gati shpejt edhe çantën e dorës, që nuk e di cilën do marr, edhe të marr pak Erionin në telefon sepse duhet të dalë. Kemi ditën ndërkombëtare të librave sot. Edhe unë kam shkruar I love books te kjo Drigoja, sepse nuk kisha menduar asnjë kostum, asnjë gjë kështu si karakter nga libri, kështu që ja. Po shpresojmë që mos ketë trafik, ose ku që ngjaj në dritë, pranët. Oh my god. Këto janë dhe trëndafilat që mora, trëndafilat bardhë, me që është festa e gruas, po themi. Mora një 2 buqeta, se ne do jemi rreth 12 gra aty. Mora një 2 shishe prosecco edhe disa fistiqe, edhe kështu. Kam bërë këto kartat, i printova shpejt, që do të gëzuar 8 marsin, nuk ka në botë një si ti, një të dytë si ti, nga Majlinda, edhe disi këshu dolen lulet, shumë lezetshëm, diçka e vogël sa për të thënë. Përshëndetje nga një ditë tjetër. Si që shikoni zëri im ka marrë rrugën, po themi, por shpresoj shumë që të mos ju bezdisi, sepse kam diçka shumë të bukur për t'ju treguar, që ndoshta zëri nuk ka shumë rëndësi, se mjafton që ta shikoni. Edhe unë kam lënë sot edhe flokët kështu wavy, që nga ato që do ju tregoj, sepse ju mund ta keni parë titullin e videos, por mbase nuk e dini çfarë është.
Kështu që thash për i le flokët wavy edhe të them vetes që po vjen koha për të shkuar në plazh. Ka ardhur një pako nga Samjol. Fillimisht kur më shkruajtën më thanë që ti provoja rrobat, por nuk e kam konfidencën që të dal këtu edhe të provoj rroba banjo, me thënë të drejtën, nuk ndihem rehat fare, kështu që i thash që nuk e bëj dot këtë, por që mundem t'i tregoj rrobat e banjos. Edhe kur u futa hodha një sy, kishte nga të gjitha llojet, ishte larmishmëri. Por e kisha një fije dyshimi, kështu që si do jenë, do më pëlqejnë njëra tjetra, dhe kur erdhi pakoja, që t'ju them, do me thënë, do t'i shikoni vetë, jam munduar të zgjedh disa ngjyra, kisha për të zgjedhur 5, tani kjo ka 3. Është kjo ngjyra kafe shumë e bukur, edhe shikoni pak materialin. Është si punuar me dorë, nuk e di do me thënë. Këto janë 3 këndsh, shikoni, dhe më pëlqen se nuk vjen ripi i holl nga këtu, dhe kjo është e të i dukshme. Shikojni, unë do t'ju vendos edhe foto, detaj gold këtu pastaj është super. Edhe i shkon edhe ngjyrës kuqe të flokëve, por shumë të bukura. Normalisht që pjesa e kupës që kanë brenda mundet edhe t'i hiqet. Mbathjet janë të plota, edhe formë normale, duke nuk janë patjetër që kanë pjesën e si nylon poshtë, shtresa e dytë, edhe kjo pastaj që ju thash duket si e punuar me dorë. I kam marrë masa large, patjetër më vjen keq, më vjen, por nuk të psova dot. Anyway, dhe pastaj kanë këtë shallin që mund ta vendosësh në anë, edhe vjen kështu. Nëse do pini një pije ose një kafe në Bregdet, po unë zakonisht këto shallrat nuk i përdor vetëm atë, unë i përdor edhe për mund ta vendosësh edhe lart, mund ta vendosësh edhe në kokë, edhe ku të duash. Por pala e parë ishin këto shumë të bukura dhe ngjyrë verore, se ato mund t'i vesh dhe në pishin për shembull. Shikoni pak ngjyra. Është fantastike. Edhe shikojni pak të detajin, nuk e di do me thënë, i adhurueshëm. Dhe këto, pjesa mbrapa vjen e lidhur në këtë formë. Shpresoj që të arrini ta kur që vjen e kryqëzuar, do me thënë kamera, pastaj, wow. Edhe mbathjet e kanë këtë detajin si që kanë edhe rrobat, këtu, e kanë në anë, edhe këto kanë formë të plotë. Vinë pak më lart në bel, besoj se ato të tjera, por nuk e di. Edhe jam kaq e surprizuar për mirë nga materiali që kanë, fantastik. Kur që unë bëj videon, se pastaj të ikim në shkollë, në punë, Alina nuk është zgjuar akoma. Edhe duhet të zgjoj dhe të ndihmoj të vishet. Ngjyra summerish, shikoni këto të tjerat. Një dashuri tjetër. Këto duken, nuk duken si perla, janë si ato gurët që bëhen byrzylyqe, nuk e di, shumë duket këtu. Shumë detaj i bukur, dhe forma nuk është trekëndësh, është kjo forma kështu. Edhe këto vinë të kryqëzuara, mbrapa shpinës, edhe këto si të gjitha mund t'i heqësh kupën që kanë brenda, por shumë të bukura.
Këto edhe për në pishin janë super. Ja dhe mbathjet, edhe këto më pëlqejnë që vjen kjo pjesa pak lart edhe jo drejt, të paktën për format e mbushura dhe materiali ngjajnë si të qëndisura, më thënë, nuk e di. Fantastike, shikoni pak. A nuk është cute? Është kjo ngjyra, këto janë kështu si vintage, këto ngjyrat. Kombinimi bëjqell, ngjyrë kaf. Edhe kanë këto rrathet e vegjël këtu, ngjyrë kafe. Është trekëndësh i thjesht si formë, por ripi këtu vjen i trash, edhe mbrapa edhe lart. Për mua forma trekëndsh e rrobave të banjos është nga më të preferuarat sepse mund t'i lidhesh si të duash, e ndryshon modelin edhe të gjitha, por që janë super duper të bukura. Edhe unë do t'ju le edhe linkun për secilën nga palët që unë kam zgjedhur. Edhe këto janë forma normale, kanë detajin si që kanë dhe pjesa lartë këtu. Dhe këto për mua janë më të preferuarat sepse mbulojnë këtë defektin, diferencën e tuleve këtu. E mbush kjo lidhja, por shumë të bukura, jashtëmase shumë. Shumë të bukura. Jam shumë falenderuese që më kontaktuan dhe e bëra këtë bashkëpunim. Tani të zezat janë ngjyra, summer, të gjitha këto janë të adhurueshme, por e zeza pastaj është duhet ta kesh një të zezë. Dhe këto mbase duhet t'i ngushtoj pak ose po ja tregoj sepse do e kuptoni formën. Kjo vjen kështu, me këtë pjesën poshtë. Patjetër që kjo mund të ngushtohet, sqarohet, edhe ripi mbrapa. Edhe këtë unë e mora sepse këtë mund ta vesh edhe me një këmish nga lart, për të dalë ndonjë natë për shembull, është shumë si kanatiere. Shikojeni edhe materiali është super. Shumë e bukur. Edhe mbathjet e këtyre, këto janë pakës më të vogla. Shikoni, do me thënë prerja nga mbrapa është pak më e vogël se të tjerat, por prap janë shumë të bukura. Kanë dhe këtë pjesën e tantellës këtu, shumë të veçantë. Edhe le këto. Do t'ju le linkun për secilin set që unë kam zgjedhur, linkun e website-it Samiol, edhe i falenderoj shumë që mi sollën këto rrobat. Janë realisht cilësia si që thash se kisha frikë, por nuk e di, do me thënë, jo që nuk jam zhgënjyer, por shumë cilësi e mirë, jam shumë e kënaqur, edhe me zi pres t'i vesh. Edhe juve faleminderit që më dëgjuat deri tani. Unë do mbaroj kafen, do zgjoj bukuroshen time që e ka lodhur kolla këtë javë në maksimum, edhe na ka lodhur kështu. Kam qenë si një farmaci me shurupra me gjëra, por të ja dalim edhe to, po del thjelli pranvera, kështu që shifemi më vonë ose në një pjesë tjetër të videos. Qa morëm ne, ca lule shtrydhe, udhra, to lakrat e Bruxellit të vogla, kërpudha, kungull, spec, patligjan, avokado, misër, portokale. Mora këtë që nuk është qumësht, është lëng bajame, por që mund ta bëj me kafen për shembull ose ndonjë gjë tjetër. Cornflakesa, tërshër, mora dhe një bukë. Këto i kisha marrë dje në fakt. Edhe të gjitha shkuan, se dhe marrë gjë tjetër, 23 më duket.